Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit paraditën e kësaj të hënë në ambientet e prokurisë së posaçme në zbatim të masës detyrim paraqitje të dhënë më herët nga gjykata. Qëndrimi i tij në godinën e SPAK-ut zgjati vetëm pak minuta, por mjaftueshëm që pas daljes të jap një deklaratë të fortë publike. Në një qendrim të drejtë për drejtë për mediat, Berisha sulmoi drejtuesin e SPAK-ut Altin Dumani, të cilin e akuzoi për krim antikushtetues, duke e cilësuar si shërbëtor të Edi Ramës. Ai referoi masave të fundit të drejtësisë që sipas tij kanë për qëllim të përçojnë një amnisti elektorale. Amnistia elektorale është krim i shëmtuar antikushtetues i Altin Dumani, shërbëtorit të Edi Ramës, i cili në fakt ndaj dhe kërkon që të shndrojë kushtetutën në Duman Kushtetut, ku dhe firma e Sali Berishës. Berisha shpalosi përpara kamerave një dokument që pretendon të jetë një vendim i gjykatës së Janinës në Greqi, ku thuhet se gjyqtarja Irena Gjoka është dënuar në vitin 2005 për falsifikim pasaporte. Dokument zyrtar dhe me vull dhe me firmë nga gjykata e Janinës së Greqisë. E dënon të pandehurën të shpallur fajtore me burgim 3 muaj dhe gjop 1.500 euro, si dhe shpenzimet gjyqësore prej 73 eurosh. Urdhoni. Falsifikim, pasaporta, viza, por është dënuar për falsifikim dhe është e dënuar nga kolegj penal dhe jo administrativ. Sipas ish-kryeministrit, ky dënim është mbajtur i fshehtë në formularin e dekriminalizimit nga ana gjyqtares dhe përpasoj çdo vendim i saj është i pavlefshëm. Ai shtoi se publikimi i këtij dokumenti është penguar edhe nga ndërhyrjet politike ndërkombëtare, përfshirë Departamentin Amerikan të Shtetit. Por duhet dënoj ndërhyrjen e bërë në këto autoritete, nga administrata, nga State Department, i administratës Biden, që ky dokument mos shifte dritën se na ja merr fytyrën reformës drejtësisë. Ata kishin hallë Sali Berishës, kishin hallë reformën drejtësisë. Turpe, mafje poshtër. Deklaratat e Berishës janë bërë në një kohë kur ai vazhdon të mbetet nën hetim nga SPAK dhe kundërshton ashpër drejtsinë e re dhe drejtuesit e saj.